Mirë, kam kënaqësinë që këtë mbrëmje me mua në një komunikim të drejtë për drejtë të bashkohet zëvendës presidenti i diasporës shqiptare në Itali, zoti Dritan Trimçev. Mirëmbrëma. Zoti Trimçev, mirëmbrëma, faleminderit që jeni drejtë për drejtë në ora e fundit. Faleminderit jush. Zoti Trimçev, pasi le të themi mori votat unanime të Senatit në një kohë rekord me sa duket marrëveshja e pensioneve me Italinë, është firmosur tashmë edhe nga presidenti italian, Giorgio Mattarella, por zoti Trimçev, çfarë ndodh tani përsa i përket hapave të tjerë procedurale? Po, tani po presim me padurim publikimin e gazetën zyrtare, nga ajo që kemi vënë re, domethënë publikimi bëhet, mund të bëhet edhe brenda ditës, nuk u bë brenda ditës, nuk u bë sot, po është jashtëzakonisht i shpejtë, sepse kemi parë që vendimet, ato promovimet që ka bërë presidenti i Republikës në javën e kaluar ishin publikuar për disa ditë në gazetën zyrtare, kështu që shpresojmë edhe kjo të mos ketë në një pengesë të tillë, domethënë në një vonesë burokratike. Besoj se gjatë ditës së nesërme apo shumë shpejt besoj se ky vendim botohet edhe në fletoren zyrtare, apo jo? Kur pritet? Po, është ajo që po presim me ankth, botimin në gazetën zyrtare, sepse ligji për miratimin e marrëveshjes, jo marrëveshje, hyn në fuqi ditën e parë mbas publikimit në gazetën zyrtare. Domethënë nëse publikohet sot, nesër hyn në fuqi ligji. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që shteti italian është i autorizuar të dokumentat e aprovuara të dërgojë shtetit shqiptar. Nuk e di shteti shqiptar i ka dërguar apo jo në Itali këto dokumenta, këtë nuk e di sepse duhet ta bëjnë të dy shtetet. Dhe mbas shkëmbimit të këtyre dokumentave, ditën e parë të muajit të dytë, mbas shkëmbimit të dokumentave, marrëveshja hyn në fuqi legalisht. Natyrisht janë për tu kryer, si të themi, për tu përfunduar marrëveshjet midis ISSH-s edhe IMSS-it. Po ne jemi në kontakt edhe me palën shqiptare dhe me palën italiane. Lidhur me këtë, pala italiane kryesohet nga një drejtuese e Ministrisë së Punës dhe të çështjeve sociale, që është shumë dashamirë se ka shi Shqipërisë, edhe është një person që sekretari jon Giorgio Rubellino e njeh shumë mirë, me llaf e ka takuar disa herë dhe është në kontakt të vazhdueshëm me të, dhe shpresojmë që po jemi të sigurt që impenjimi i zotit Hado me ISSH-n dhe IMSS-it do të jetë maksimal për të kryer veprimet zbatuese, si të themi ato rregullat zbatuese. Zoti Trimçev, rreth 500.000 shqiptarë përfitojnë nga kjo marrëveshje, por si mund të përfitojnë ata, pra shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Itali për vite me radhë, pra si përfitojnë ata që nga momenti që kjo marrëveshje bëhet zyrtare, publikohet në fletoren zyrtare dhe hyn në fuqi? Atëherë publikohen në fletoren zyrtare dhe hyn në fuqi. Me sa kemi marrë vesh neve, të paktën Instituti i Sigurimeve Shoqërore do të komunikojë drejt për drejt me qytetarët që t'i sqarojë se si do të bëhen këto veprime. Kjo është shumë e rëndësishme. Nga ana italiane janë si IMSS, si dhe patronatet që ndodhen edhe në Shqipëri, të cilat do të sqarojnë qytetarët. Natyrisht qytetarët janë të detyruar të shkojnë atje të bisedojnë me këto, me telefon ose të shkojnë personalisht, po praktikat burokratike janë jashtëzakonisht lehtësuara. Janë shumë. Zoti Trimçev, ju thatë që gjatë muajit të dytë që kjo marrëveshje hyn në fuqi, që ditën e parë të muajit të dytë, pra brenda, le të themi brenda muajit maj, shqiptarët mund ta kenë tashmë të prekshme, pra përfitojnë nga kjo marrëveshje apo jo?
është ajo që shpresojmë, sepse një nga ata që përfitojnë kjo marrëveshje, paktën për Shqipëri, jo për Itali jam edhe unë. Kështu që shpresojmë, ne po lobojmë jashtëzakonisht në këtë drejtim, po i bezdisim i kemi bezdisur si qeveritarët dhe presidentin e Italisë kemi bezdisur, natyrisht zyrat e tij, presidenti direkt nuk kemi pasur kontakt, po me zyrat e tij kemi telefonuar çdo ditë dhe do të vazhdojmë bezdisim dhe IMSI-n edhe ISSH-n me letrat tona, telefonatat tona, nuk do t'i lëmë në paqe as një minutë, natyrisht flas në mënyrë civile, në mënyrë të edukuar, me respektin më të madh për ata njerëz që kryejnë detyrën e tyre dhe kryejnë mirë. Dhe këtë lloj bezdisje duhet ta bëni patjetër, sepse nga kjo bezdisje përfiton një numër i lartë i shqiptarëve që kanë jetuar për vite me radhë në Itali. Sa për numrin, unë kam, do më thënë, 500.000 është një numër shumë i egzageruar, sepse jo të gjithë rezidentët në Itali përfitojnë. Natyrisht, ata që kanë moshë të madhe, që kanë kaluar moshën e pensionit e tjera prej vitesh, ata nuk kanë që të përfitojnë. E vështirë është me që të përfitojnë në njëri. Por që sërish mbetet një numër i konsiderueshëm, zoti Trimshev. Atëherë, mbetet nga 1.000 deri në 2.000 veta në vit. Ja mund t'jenë 3.000 veta në vit. Natyrisht edhe një person, sikur tjetë është jeta e një njeriu. Është e rëndësishme, nuk ka dyshim ajo punë. Por nuk flasim për 10.000, për 50.000, për 100.000, për 300.000, për 500.000. Fëmijët e mi që nuk kanë punuar dhe ndoshta do të punojnë punë në Shqipëri nuk përfitojnë. Janë shqiptar, bëjnë pjesë ke 500.000. Megjithatë është edhe një numër tjetër i lartë shqiptarësh që kanë punuar, por tashmë jetojnë në Shqipëri, pasi është kompensim i pensioneve nga të dyja shtetet. Zoti Trimshev, ishte kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje në ora e fundit. Faleminderit për jush edhe gjithë mirët.